Po, është një aksident i rëndë, prej orëve të para të mëngjesit jemi njoftuar nga kryetare e bashkisë, e cila për fatin ton të mirë ka qenë në teren nga ora 5 e mëngjesit. Në orat të vazhdim kemi qenë në kontakt me gjithë turistët që janë atje, me administratorët e hotelit. Kemi dhënë ndihmën tonë aq sa mundemi dhe uroj dhe shpresoj që të shërohen dhe të dalin sa më shpejt nga spitalet ku po marrin shërbimet mjekësore në këto momente. U kemi njoftuar që pushimet e tyre duhet, nëse ata kanë dëshirë, të vazhdojnë për ditën në vazhdim, sepse kanë patjetër programin e tyre të transfertave nga aeroporti i Tiranës, dhe kështu me radhë, po ashtu dhe ata që kanë ditën sot për të bërë check-in në ato hotel, i kemi rialokuar në hotelet e tjera të Vlorës, pa pagesë kuptohet, po ashtu dhe kryetaria dhe shoqet e turizmit po merren për të plotësuar ato që ata kanë humbur, veshmbathje apo gjëra të tjera që ata kanë nevojë, po kemi një rakordim, uroj dhe shpresoj, si thash pak më parë, që të shërohen sa më shpejt. Një nga vajzat, informacionin e kemi që është në gjendje të rëndë shëndetësore, urojmë dhe shpresojmë që ajo të bëhet mirë. Pra, jemi një qytet turistik si Vlora që këtë vit ka pasur një bum vërtet të mirë. Incidentet të tilla nuk duhet ndodhin, por kur ndodhin duhet u dalim përpara dhe të rakordojmë njëri tjetrin.